Drejton, keni ndjekur ndeshjen Liechtenstein Maqedoni, e nisi me fitore Maqedonia? Tash po. Fatkeqësisht tash thot po jo. Jo, e shikova rezultatin, vetëm edhe i shikova golat, për shkak se tash pjesa e Ramazanit pak edhe me obligime, edhe përbes isha duke punu në oborin e shtëpisë edhe atë ditë edhe nuk kisha kohë, kisha musafir. Por rezultatin e përcjella, bu bo qefi se fillon me fitore, po golin e Musliut. Ma komentuan komshit që e shikon. Ishte gol i mirë. Po, ishte gol i mirë, edhe u gëzova, por rezultati ishte i mirë, do të thotë fitore, besojmë që vazhdojmë me fitoret. Insertet i kam parë, po nesër është loja me Velsin. Besoj dhe kam dëshirë, për shkak se edhe Fatoni më herët e përmendi, kemi lojtar, do të thotë, cilësor aty, si Maqedonas, po edhe Shqiptar. Na ka mbet kjo ti dajmë, po, e kemi një ekip shumë kvalitative, të ri, të cilë luajnë shumica jashtë, edhe besoj që do t'japin kontributin dhe t'i shohin në botrorin 2026. Faton, një nisje e mire ciklit të ri kualifikues, një fitore e lehtë ndaj Liechtensteinit. E bën detyrën, ndeshje jo e lehtë, qoftë për aspektin emocional, qoftë edhe për aspektin që gjithmonë është shumë e vështirë të luash me përfaqësuese kushtimisht të vogla, sepse ti duhet të bësh ligjin, ti duhet e hapën mirë, shënuan gol herët, më pas ai super goli i Musliut, sikur i vendoi pikën mbi i, dhe në fund Mijovski vetëm se e shtoi pjesën e vet statistikës, një fillim i mbar i ciklit eliminator për kampionatin botror që urroi të vazhdojë nesër me një tjetër fitore dhe që pse jo pas Europianit të shohim edhe në botror. Gjithnjë, duke qenë se ne jemi mirë të përfaqësuar dhe kjo është pjesë e suksesit tonë, është pjesë e punës tonë.